Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kam përgatitur një nga ëmbëlsirat të preferuara tonat, pa pjekje, pa sheqer dhe mjaft e shëndetshme. Nëse nuk e keni provuar, qëndroni me mua ta përgatisim së bashku, pasi jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Ju nevojitet një enë e thellë, aty do shtojmë 10 deri në 12 fish të thatë, varet se sa të mëdhenj janë. Unë fisht i kam nga shtëpia, pra janë të thara, janë fish të kopshtit, por sigurisht që mund të përdorni edhe fish të cilët i blini në dyqan apo supermarket. I vendosim në një enë, do shtojmë edhe ujë të ngrohtë derisa të mbulohen plotësisht dhe do t'i mbulojmë me një qese kuzhine dhe do t'i lëmë për rreth një orë, mbase edhe më pak, duken me sy kur janë zbutur. Pra do t'i lëmë derisa të zbuten. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë re të postuar. Siç e shihni, fisht janë zbutur, ndryshojnë dhe atë ngjyrën, i heqim nga uji, i thajmë dhe i ndajmë në copa. Kjo do ndihmoj që në blender të grihen akoma më shpejt, duke qenë se fisht janë një frut i thatë mjaft i fortë. Pasi i kemi ndarë në copa, kështu si tregohet në video, i vendosim në blender, duke shtuar edhe 600 ml qumshti duhet të jetë i ngrohtë. Pra jo i vakët, por i ngrohtë mirë, pasi duke qenë i ngrohtë është kjo ajo që do ta ndihmoj masën që të mpikset në fund të recetës. Për pak sekonda në blender e keni gati. Do t'i vendosim në forma, çfarë do lloj forme që ju gjendet në shtëpi, dhe do t'i lëmë jashtë ose në frigorifer, nëse dëshironi që të bëhen sa më shpejt, mund t'i lini në frigorifer, sa të mpiksen, duket masa me sy, dhe i shërbejmë me fruta të thata, kanellë, sipas dëshirës. Dhe kështu e keni gati. Siç e pat, është mjaft e thjeshtë në përgatitje, mund të them me bindje të plotë që është më e thjeshta. Po ju a e keni provuar ndonjëherë? Nëse nuk e keni provuar, ju sugjeroj ta provoni dhe nëse ju pëlqen kjo video, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.